Nuk arritëm do të fitojmë as kundër Letonisë në ndeshjen e dytë të këtij muaji qershor, një ndeshje që dukej shumë e lehtë në letër se sa ajo kundër Serbisë, por që së përfundim ja që Letonia mund të konsiderohet një lloj mace e zezë për kuqezit përderisa erdhi barazimi i 6 në po aq sfida përballë kësaj përfaqësuese. E të mendosh që në minutën e 21 mund të kishim pësuar me njëherë golin e parë përderisa u akordua një penalti e dyshim nga gjyqtari Meller, por Strakosha u tregua shpotimtar me pritjen e tij duke lënë gjithçka në ekuilibër që u prish vetëm në minutën e 29 kur një autogol i mbrojtësit letonez Chernomyrdis solli avantazhin e skuadrës kuqezi. Por një lojtar në fundin e pjesës së parë parazoi për letonezët në të vetmin moment ku ndoshta gaboi mbrojtja jon, që ishte pa kapiten Xhimshitin e skualifikuar dhe Ajetin e dëmtuar pa llogaritur edhe lënë në stol të si të dyshimt të hysat. Por ajo që habiti më shumë ishte insistimi për të besuar tek mana në sulm, duke parë atë që bëri lushnjari ditën e shtunë duke humbur atë penalti që mund të kishte rezultuar vendimtare për 3 pikë të rëndësishme kundër serbëve. Sigur të mos mjaftonte ajo që bëri Manaj në arena kombëtare, Silvinho edhe i kishte dhënë shëritjen e kapitenit, gjë që nuk e meritoi me atë që tregoi në fushën e lojës kundër letonezëve, duke zhvilluar një tjetër paraqitje zhgënjyese që bëri të ngrihen shumë dyshime mbi zgjedhjet e teknikut brazilian. E vetmja gjë që mund të thuhet në lidhje me insistimin tek Mane është se Silvinho me siguri dëshiron ta shes me zor sulmuesin